Selamu alaikum, hoxhë nderuar, kam një pyetje për emrat e fëmijës, mendoj kuptimin dhe lejimi i emrave për ne si musliman. Emrat sot janë Anika dhe Inara, janë emra vajzas, se çka mund të më thoni rreth këtyre emrave? Allah ju shpërbleft inshallah. Normal, emërtimi i emrave duhet të jetë me kuptim dhe koncept pozitiv. Nëse sikur që e vendos emrin fëmijës, ashtu do ta ketë edhe ardhmërinë. Edhe jo rastësisht i dërguar Allahut ka thënë emrat më të bukura tek Allah janë Abdullah dhe Abdurrahman, që në kupton përkthimi i tyre është robi i Allahut, robi mëshirues, të bëhet robi i përpiktë i Allahut xhaleshanu, e mos bëhet robi i shejtanit apo robi diçka nga dynjas. Ndërsa konkret pikërisht në këtë pyetje, emri Anika do të thotë nga rrjedh nga gjuha arabisht nga emri unq, që i thuhet qafës, e ka përcjellim për qafimi i afërt, i ngrohtë. Në këtë kuptim, që do të thonë është kuptimi i mirë pozitiv, edhe emri dytë Inara dhe nga nur, që do të thotë dritë, i ndritshëm, i shëndritshëm, të dijet janë kuptimet pozitive, edhe po ja vlen të emërtohen, edhe paqen lumturi në jetën e tyre.